Kemi dëgjuar gjë tjetër vetëm bufi, këneta, ndërkohë ky është llumi. Ajo Zigjineja më duket si Nafia që do tund dy bekun para të madhit. Skandali pa parë. Si ka qenë? Tunde dy bekun. Nuk e di pse ndori si ajo Pjesa ime e preferuar të ajo telekomedia është mënyra se si lëvizin faqet cekes. Është shumë i dobët. Se shka një është një kurje vepër e mimikës ajo. Mirëmëngjes, Flavia na del kryeministri na thotë votoni për mua që të na çojnë në Europë. Unë dua t'i them më mirë në Afrikë dhe pa ty se sa në Evropë dhe me ty. Kështu thoshte edhe Gena, më mirë pa ty. Si e? Më mirë me ty dhe fukara se sa pa ty pasur. Kështu mendon dhe ti? Kështu mendon dhe ti si Gena? Andi Llabudhi do prap linjën. E ç'na ç'mendin. Shiko, pyetja është kjo. Pse filloi Rama me premtime? Vetëm e ke kjo punë mos më mua se zgjidhen. Ke politika, se kanë qenë më shumë ikun jashtë. Po mirë, dakor. Me ai sa ta rrok menja të flasit çik në atë. Nuk di se sa. Nuk di, mos e sforco. Do kemi bagazh për atë punë. Ai kupton. Më mirë të flas drejt se sa të stem. Okej, ju falenderoj shumë. Edhe ju gjithashtu që ju jeni në punë, po janë zona si një njeri me 8 klasë nuk mund lëshoj një politikë ose një diçka sikur tjetër. Ato me 8 klasë. S'ke faqe, problemi është që ne kemi politikën me 8 klasë. Dakor, një mesazh nga SBA-ja më thotë Flavio gjithmonë pres ditën e hënë që të bëjmë një koment pa censurë te ky. Rama ka direkt censura. Nga që është çik fjalë kështu. Rama ka ikur shoku im, pas atë statusin e Manasterleshës ishte për të vjell. E super. Vazhdojmë me telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Më thoni. Ju dëgjoj me vëmendje dhe ju ndjek me vëmendje. Faleminderit shumë zotëri. Dihet këtu kënese pak a shumë njerëz kemi kaluar jetë mosha 3 jam. Edhe e dim këtë çmendurinë e njerëzve. E dim që ky ka hik në Trumuteti Rama. E dim, ka hik ai se ai flet jerm, nuk është më rregull. Po duhet të Sali Berisha para shkeli çik. Okej. Me premtimet para shkeli. Pse? Nuk e di, kështu e mendoj unë, osha mund të jetë. Dakor, po më thuj premtimi që duket kështu si shkelje. Ato të Ramës janë as ëndra, as në ëndra nuk mund t'i fushë çarpore. Ato edhe kohën e Salit dhe kemi kaluar 2 herë, kuptoti? Ato premtimet duket se po e shkelje përsëritur 2 herë, kaq kisha, s'kam çfarë të them tjetër. Dakor. Qëndron opinioni jot. E përshëndesim zotërin, përshëndetje Flavio, dëgjova Ramën që tha erdhe me flokë të zeza, tani me flokë të bardha. Prandaj populli nuk duhet ta besojë këtë se erdhi vetëm me mashtrime. Në fakt që kur erdhi të rëna i kishte po hajde. Gjes sa Edvin Rama nuk i durohet kur e kritikojnë dhe po të them për temën tjetër, këta hajdutët e zonës, nga që ishin në kërkim zonës Novoselës, nga që ishin në kërkim nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 5 pasdite, tani u amnistuan nga Damian Gjignori në zonën e Novoselës. Kjo kërkuese u kërkua direkt nga Pashaj Kanan Shakaj. Tash do përdoren të gjithë ata për zgjedhje. Mirëmëngjes, Zeqine e ka valla. Rama vetëm gënjen dhe kopjon se as ka për të bërë asgjë, u bën 12 vjet dhe do të rri akoma me mashtrime. Brekushja ka popullin pa ujë dhe pa bukë dhe prap gënjen. Ne tenton ç'ti bëjmë. Vazhdojmë me telefonat, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Mirë erdhe. Po, kjo tha ne që nuk ka nevojë me bë premtime. Po. Se i kanë zgjedhjet e fituara. Po, e tha në Elbasan. Tha. Po kishti thot në mëngjes nuk thot drek. Si thot drek, nuk thot dark. Po tash. Si thot dark, nuk thot midis not. Kush i beson këtij tash? Si vesti beson në Afdal, apo Dalla, apo Dalla u thot një sa Afdal. A se di atë. Nuk të të la bone, po Dalla, e në Afdal, o të la bo pa qonën kreçki. E kuptoj.